Përshëndetje të dashur shikues të RTI-s prej studios së emisionit Qasje Tridimensionale. Ju falenderoj që edhe sot e keni ndakuar me qenë bashkë me neve e të shpresu që kemi me mri me diskutu diçka të dobishme. Tëftuar në studio për të diskutuar sonte kemi një jurist, gjithashtu edhe njohës i miri çështjeve sociale, Recep Gojnovcin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që keni ndakuar me qenë bashkë me neve. neve. Për kohën. Gjithashtu edhe pedagogën tonë të dashur, Valentina Leku Gashi. Vale, mirë se erdhe. Mirë se u qej, faleminderit. E të dashur shikues, të gjithë jemi dëshmitar që javën e fundit, ose këtë javë, kemi parë skena që na kanë bërë gjithëve me undje jo mirë. Tu e pas parasysh që arsimi është shtylla korrizore e secilës shoqëri. E kur në arsim ka qalime, ka skena që na i shohim e që na bojnë me undje keq, ku aty shohim që diçka nuk po shkon mirë, e kur arsimi nuk shkon mirë, atëherë problemet shoqërore tjera vetëm sa vinë e shtohen. E na gjithë jemi dëshmitar që në rrjetet sociale, në media kemi parë këtë javë shumë çka. Prandaj do të diskutojmë për këtë çështje, të shohim se ku kemi gabu si shoqëni dhe çka duhet të bëjmë që të dalim nga ky kaos. Rregj, të pas parasysh që kohë gjatë punon me çështje sociale. Po mendoj në fushën e çështjeve sociale. Në për durët dhe punët e tua kanë kalu shumë fëmijë. Çka po mendon ku kemi gabu që me i meritu, me e pa një skenë që e pam na? Një simdhënës që është i frustrum deri në qatë masa, që duket i frustrum, edhe një nxënës që merr guxim me godit me shkel mësimdhënësin, zyrët arsimtarit. Atëherë, po është e vërtetë me dhënë gjoja që ka ndodhur në këto para 3 ditë dhe që është zhvillu si tematik edhe si problematik. E para unë mendoj personalisht që shtylla e edukimit ka qalu te familja. Dhe dhëmë për një periudhë shumë të vazhdueshme, për një periudhë kohore të vazhdueshme, ne sikur nuk kemi duke zhvillu konceptin e komunikimit social brenda familjes. Që në kupton kjo është që nuk flasim me fëmijët, nuk flasim me anëtarët e familjes, nuk diskutojmë për gjëra të ndryshme, nuk diskutojmë për fenomenet shoqëni dhe nuk diskutojmë për problematikat e cilat na rrethojnë familjen tonë. Kjo është e para. Dyta, mendoj që evolimi social i teknologjisë informative, do të thonë e ka bot vetën sepse zakonisht gjanat themi kushtimisht gjanat e këqija arrin shumë më shpejt audienca dhe njerëzit pretendojnë se po e arrin famën nëpërmjet atyre veprimeve. E treta, te edukimi, nëse flasim për institucionin shkollë, mendoj që ashtu qysh mungon komunikimi social brenda familjes, mungon komunikimi social edhe brenda shkollave, brenda institucionit shkollë. Sepse shkolla shihet vetëm në një farë kuptimi të zhvillimit të sistemit arsimor, por jo edhe edukative social. Do të thonë mësohet në një farë forme, mundohet që të zbatohet në përpikmëri kurikula e cila është për mendimin tim është e ngarkuar dhe pjesë tjera, elemente tjera shoqënisë që janë shumë të rëndësishme, që është komunikimi social ose diskutimi social ose bashkëpunimi, qoftë mësimdhënës, nxënës dhe prind, ka mungesë goxha të madhe. Pastaj mungojnë aktivitetet rekreative të cilat janë jashtëkurrikulare dhe afrojnë nxënësin me mësimdhënësin. Unë e mendoj edhe këtë si vështirësi. Pastaj ne nuk kemi mujt me brenda kurrikules me përfshi këtë sistemin jo vetëm të mësimdhënies, por edhe të mësimdhënies, edhe të kujdesit, edhe të komunikimit, edhe të zhvillimit social brenda institucionit shkollor. Kështu që janë shumë faktorë të cilët ndikojnë negativisht dhe ne jemi ku jemi. Pastaj është edhe një fenomen tjetër. Historikisht flitet që gjanat që ngurcohen edhe shtrëngohen, ato janë më të rrezikshme për me ardhur deri te një fenomen
i cili mundet me kriju probleme. Dhe ne sikur i kemi shtrëngu fëmijët sepse po zhvillohet një kurikul arsimore e cila është e strëngarkume dhe rëndësia i jepet veç me mri plan programin edukativ arsimor, themi nëse ka edukativ arsimor, me mri plan programin arsimor, me zbatu kurikulen edhe plan programin që se cili mësimdhënës e ka, dhe pjesës sociale i kemi dhonë shumë pak hapësirë. Prandaj unë mendoj që ne duhet si shoqëni me unal edhe me fillu edhe me mendu se si mundemi me dalë prej këtij ngërçit social, prej këtij ngërçit edukativ arsimor dhe bashkëpunimit social. Nëse i referohemi ngjarjes të para 2 dite, brenda 15 minutave kanë vërshu komente në rrjetet sociale dhe nëse i nalesh edhe i analizon. Asnjë prej tyre nuk ka se si me dalë prej situatës. Asnjë koment prej tyre nuk është si me dalë prej situatës. Ka komente që e gjykojnë mësimdhënësin, edhe ka komente që e gjykojnë nxënësin. Dhe nuk ka ne sikur jemi të prirë me bëjë gjyqin publik. Domethënë, e bëjmë gjyqin publik, e kryqëzojmë njërin apo tjetrin, e mbajmë anën nga njëri apo nga tjetri, por asnjëherë nuk nalemi edhe me menu me thonë ngjarja ka ndodhur, këta janë shkaktarët që kanë ndodhur, pasoja është kjo, cila është situata e zgjedhjes dhe parandalimit për mos me ndodh gjanat e tjera, sepse sikur efekti social ose efekti i rrjeteve sociale po e jep negativisht shpërndarjen e këtyre gjanave. Para 3 ditë ka ndodhur kjo, dje ka ndodhur në Fushkësov, ku nxënësat e kanë shkatërruar, e kanë demoluar një klasë. Do me thonë nxënësit e klasës 6 e demolojnë. Nuk ka rëndësi, sepse dhuna nuk është vetëm tek një person fizik, por edhe shkatërrimi i pasurisë publike është një lloj shpenzimi i energjisë negative, që ata e kanë gjetë qatë mënyrë me nxjerr energji negative të akumulume. Sa rastet janë që nuk shihen? Gjithmonë në rastet e fatkeqësive natyrore, tërmet, vërshime, mbledhet një grup emergjent, e bën një planifikim që shka me reagu, çka ka me bë. Unë mendoj dhe konsideroj që i zhdasht edhe në rrethana të tilla Ministria e Arsimit me bë një grup punus, psikolog, pedagog, sociolog, me pa çka munden me bë, edhe pse ka ardhur deri te ky problem. Domethënë në vazhdimsi kemi probleme të kësaj natyrshmërie, po asnjëherë nuk e shohim një nismë që me të vërtetë ta lënë përshtypjen që ka me fillu me zgjidh problemin prej rënjes e ka kërcelli e ka gjethet. Domethënë që to që the ti me bë komentuesit edhe me bë një lloj analize, në rregull jena. Njerëzit edhe mund të jenë naiv se fundja nuk janë të punësuar në institucione, kushtimisht po them, pjesa dërmuese. Edhe munden me pas profesione ndryshme. Po kur ti e ki përgjegjësinë e menaxhimit edhe të monitorimit, të drejtimit të një ministrie, atëherë zhdasht me reflektu bre, dyqysh që të pritshmëri, zhdasht me i pas prej institucioneve, e jo me prit më na kushtimisht po them, më na myt na tani mësimdhënës për me e bot madhe. Se ajo shkelma, ajo goditje, ka mujt një profesor që asaj moshe, nështë me qua dhe dejtë infarkti. Se muj me t'inglu edhe si mbrojtëse ndaj mësimdhënësit, e indirekt edhe ndaj dhunës, me mbrojt dhunën, po unë konsideroj që me marrë guxim nxënësit, me ty në sallë të arsimtarëve, Po pikërisht se është. me provoku edhe në fund me ushtru dhunë, e me nxit mësimdhënësin, të ke fundit njerëz gjena bre, ajde është një farë Gane se ndalidem, na kena pa raste edhe tjera, kur ka pas kacafytje ose incidente mes mësuesit edhe mes nxënësit, po ka ndodhur në klasë, ajo prapë është alarmante, po ka ndodhur në klasë. Ama na nuk po dojna me dalë mbrojtje asnjëri në këtë rast, sepse nuk jemi të luajtur rolin e juristit kërkosh, po derisa ka ndodhur në sallë, nxënësit kanë shku të përgatitun, plus na nuk e kemi pa pjesën para incidentit, a ka pas fjalë ofenduese apo çka ka pas drejt mësimdhënësit, e kemi pa tamam ka qenë një lloj ati sikur t'e bojnë skenar, sepse ku ishin këta të gatshëm me nxjerr telefonat në momentin e incidentit?
Po çto është Plus kësaj, e di qysh, po du direkt më lidh me një shembull. Një i moshuar erdhi në shkollë një ditë, edhe pyeti për djalin e tij çysh është në shkollë. Edhe për përgjigjet mësuesi, tha është i mirë, është i edukun, është i bekun, a din çaq i mirë. Tha po më mësu brës po mëson. Edhe ai zotnia tha, çaja por, tha është prej meje. Kjo ja mësimi tha është për juve. Shumë më pëlqej që ai ka i vetëdijshëm. Arsimi, edukimi vjen prej familjes, arsimi merret në shkollë. Çaj kemi bën nxënësav na. Po sinqerisht ka çalu edukimin në familje, edhe nëse arsimi në shkollë është edhe në shkollë. Që ky nxënës i rebelon në shkollë, jo ky i rasti që po flasin, po secili nxënës i rebelon në shkollë. Nuk është ideja që ai s'po do më mësu. Problemi është ai s'pelen ato tjetrin që po mëson. Ti ki drejtën tonë e bo çka dush, qitë rahati, qitë komoditet jem të afru nxënësa tonë, ban çka dush, kërkush s'ka çka duan. Po aty në nxënësa që po mësojnë, as ata nuk jem të rahat. Sepse na kena plot nxënësa, na e dim sa emigrimit e bën në vendet e huaja. Cili nxënës mund me tregu, shko rehe një nxënës, atje një mësimdhan në Gjermani. Le tregon kush mundet me errej. Sepse me ngrit dorë ndaj mësuesit nuk është vetëm një problem, një incident, është alarm për shoqërinë tonë. Nëse nuk është shkolla vend i sigurt për arsimtarin, për mësuesin, ç'është mund me ka vend i sigurt për edukim? Problemi, Valentin, është që në asnjë rrethon, po besoj edhe unë edhe ju nuk amnistojmë dhunën. Nga cila do anë që vjen ose që është iniciuar. Po du me nxjerr në diskurs dy gjona. E para, ne fillojmë edhe e bojmë gjyqin publik mbi bazën e asaj që shohim, edhe mbi bazën e asaj që cili është më i dopt. Edhe gjithmonë dojmë me anu ka pjesa cili është më i dopt, duhet me mbrojt viktimin. Unë, çështja e dytë, me rastis me pa statistika të fëmijëve që janë me sjellje sociale edhe fëmijë në konflikt me ligjin, në komunat e Kosovës janë të tmerrshme. Do me thonë, natyra e veprave që ata fëmijë bojnë nuk përkon me moshën që kanë. Për shembull, ka fëmijë që është i lindur vitin 2014, që i bjen dikun 12 vjet, dhe është nxënë me armbajtje në brez. E tjera. Do me thonë, ne, hajde po supozojmë që ne, sepse kur thëmë ka stagnu edukimin familje, nuk po thëmë veç për mirësjelljen e aty në fëmijëve brenda institucionit shkollor. Po flasë edhe në rrugë, edhe në lagje, edhe në qytet, edhe në palestër, edhe në shkollë, edhe në trafik urban në autobus, edhe në taksi, edhe ku do qovë. Do me thonë, ti sot e shen një fëmijë 5-16 vjet, edhe nuk e ka as ma të voglin problem nëse ty të kundërvyjet në diçka që ati nuk i shkon për shtati. Kështu që kjo është ideja e edukimit, që ne kemi arrit, ne kemi dështu me eduku fëmin tonë, qysh mu sill në shkollë, qysh mu sill në rrugë, qysh mu sill në qytet, qysh mu sill në palestër, etj. Sa i përket arsimimit, unë e menoj që baza e vështërsive, problematikave është mos funksionimi korrekt, mos funksionimi i trekonshit prind mësimdhënës. Edhe i mekanizma tjerë që besoj që ti e din më mirë, që janë këshilli arsimtarëve, këshilli prindërve, këshilli nxënësve, që janë brenda shkollës dhe nuk funksionojnë. Funksionojnë vetëm sa përshtyje faqe për ta mbulu një hapësirë ligjore që kërkohet me udhëzime administrative ose me rregullativa të ndryshme. Pastaj çka është shumë e rëndësishme. Brenda shkollave ekziston një dokument që quhet SMIA. Ai nuk updatetohet, nuk plotësohet me kohë, nuk mirëmbahet, sepse aty hyn dhënat e secilit fëmijë nëse mirëmbahet me kohë. Dhe ajo nuk shumë të në rastë nuk ka e kanë kohë në saktuar kur secili detari ka për obligim me dhënat e gjithë nxënësve. Kështu që duhet mendoj që brenda kohës saktuar secili mësimdhan e kanë caktuar drejtorët e shkollave ose përgjegjësit ose menaxherët e shkollave për me dhënë dhënat për nxënësat për suksesin për gjithçka. Aty për shembull, nëse ti shkon që tash në XY shkollën, sepse po du më ju referu ato që tha Goni pak më herët te
të Ministria e Arsimit. Për shkollat e fillore të ulta, edhe shkollat e fillore të mesme të ulta, të larta, që janë pe klasës parë në klasën e 5 dhe pe klasës 6 dhe klasën e 9, ekskluzivitetin e përgjithësisë e ka komuna. Dhe më thonë, ekskluzivitetin e përgjithësisë e ka komuna, dhe komuna duhet, kërkush nuk e ndalën komunën me bo një komision, që pa thot gani. Po dojna me bo një komision, tjashtu, me shku, me verifiku. Pse ka ardhur deri te kjo? Pse ka ardhur deri te kjo? Për derisa, për shembull, në XY shkollën ka telashe, pse po kanë qatë shkollës, po kanë atë tjetërën? Mësimdhënësat janë të njëjtë, dhe me thonë, sepse për me plëcu normë, mësimdhënësat mund me shku edhe në 2-3 shkolla me thonë mësim. Po pse po ka qatë shkollë probleme, e s'po kanë qëtë tjetërën? Dhe me thonë, me bo një verifikim edhe me po, të na nuk ndodhë kjo. Të na nuk ndodhë sepse nuk e di, ose ngarkesa. Që në kupton kjo, që në një shkollë, mësimdhënësat janë ndoshta në nivelin Na duhet me shku me blok të marketingut, regjia po na thonë që... Në rregull, vazhdojmë pas marketingut. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Nderun, ne me qenë se ishëm të bisedu për këto shkolla që banë një krahasim. Sipas juve, a menoni që në njënë në shkollë mundet me ka këta mësimdhënësa në nivelin e tyre të përgjithësisë dhe detyrave të tyre, edhe në tjetrën jo? Se kështu me sa e kuptova. Jo, ideja... Apo a fajnë e vendoset e mbikëqyrja e drejtorisë komunale në shkollë në një drejtori caktuar, sa ushtron mi shkolla që ka? Po flas, ne duhet me pa, për shembull, 2 shkolla mbrana një komune. Në një shkollë ka progres, ka rezultat, në zonë se të jenë sjellë shumë. S'ka probleme. Po në shkollën tjetër, ku mësimdhënësit janë të njëjtë, shumica absolute, ka probleme, s'ka rezultat, ka ngecje. Tash, duhet me po pse. Këtu mund me pas shumë faktor, mund me kanë numri madh i nxënësve. Po sigurisht. Mund me kanë diversiteti kulturor. Për shembull, Fush Kosovën e kemi na shumë të ngarkume në shkolla fillore, ku gjitha trevat, jo vetëm mbrana Kosovës, por edhe jashtë Kosovës, krejt trojeve shqiptare aty ka nxënës. Fërkimi i diversitetit edhe i kulturave është kogja i rëndësishëm, me pa që është me një qasë. Edhe do të me ditë pse vjen deri te çaja. Për shembull, na kemi një shkollë në Fush Kosovë që realisht është ka dominon që tash nxënësa nga komunitetet vakicë, që janë rom, egjiptasë dhe ashkali. Shumë mirë, deri këtu, po duhet me po pse janë tërhiq shqiptarë për qësë shkollë. Cili është fenomeni që soj pune? Për çka ka ndodhur që aja? Apo kupton, do me thonë, ka elemente të cilat që duhesh me hulumtu. Unë po duhet ta bëj një krahasim shkollave që kam qenë vetë pedagoge. Është shkolla që është Skogojnë se përmend Memën, shkolla Rilindja në Dobërshec. Aja shkollë është model jo për Dobërshecën, jo për Donasën, është model për këtë Kosovën. Nuk ka një shkollë që mundet me funksionu më mirë. I ki shembull prindrit, i ki shembull nxënësat, i ki shembull mësimdhënësat edhe ki shembull për nështa për gjithë drejtorin e shkollës. Sinqerisht po them. Edhe po bëj shembull me shkollat e tjera, po bëj në krahasim, po shkollat e tjera nuk ka përmendem, që kam qenë vetë pedagoge në ato shkolla. Kemi pas problematik, nxënësa problematik, që kam telefonuar personalisht 10 herë prindin. Ishim në belame me fëmijën e tij. Që askur nuk ishte çka me i bën, nuk u përgjegjske, ose të bëjke telashe, të bëjke pishmam pse e ke thirr, a veç djali jam po bën probleme. Ndërsa kur erdhi rasti që djali ti u përfshini në rast të rrezikshëm, që ishte rast thërrje, edhe ai ka shpëtuar për lëndimit, po ka qenë edhe ai rrezikuar. Besoj që kur erdhi në shkollë, na bani pishman që ka ardhur.
Do thonë, fajin hedh ke prapë të na. Sa herë që kemi telefonu s'na ka përgjigje asnjëherë, sa herë që kemi thirr hajde se është gjendja që shto ku ai s'ka qenë asnjë lloj prindërimi se ka treguar. Nuk e baj me sham, as me emër, as me kur gjë, po tregoj që kena prind të ndryshëm. Nëse një prind nuk arrin me eduku fëmijën e tij, të paktën, a e di që na kena prind që s'ka çka i bën djalit tina, vjen tet pse ti po sidhesh me djalin tim. Kështu që është e vërtetë që ka dallime mes shkollave. Po këtu kemi dallime edhe të nxënësave, po këtu ka funksionuar gjithçka mirë në shkollën tjetër që e përmenda. Këta nxënësa janë edhe prodhimi i mësimdhënësave. Domethënë nuk janë detyrimisht veç përgjegjësi e familjes. Gane këtu është pak problemi edhe te masat dëshkimore. Prindrit munden me qenë nuk ka të lashe. Edhe në shkollat e mesme të larta nuk ka të lashe. Sepse kur merren masa ndaj tyre nëse ban një numër të madh të mungesave, nëse ban probleme të mëdha, ata mund largu pe mësimit. Problemi është 6 ditë non. Pse? Sepse çka do që bën ti nuk largohesh pe shkollë, sepse ki obligim me kry. E ki detyrim ligjor ti me përfundu klasën deri shkollën fillore, deri në klasën e 9. Kështu që, pavarësisht sa arrin numri i mungesave, pavarësisht problemet që bën, krejt çka mund e marr masë disiplinore e çojnë nxënësin në shtëpi, fillimisht është masa e parë është 3 ditë, kur vjen nxënësi mas 3 ditëve është fiks është problem, masa e dytë është një javë, besoni që edhe këto konsiderojnë sikur është problem, sepse vinë të jam kënaqur për shu. Më e madhja është një muj. Ndërsa, sipas informatave që kam, që nuk e di që ka diçka tjetër ndryshim, nëse vjen më e madhja masën dëshkimore, është me i bë transfer në shkollë tjetër. E në këtë shkollën tjetër nuk mund të bëj pa lejen e prindit. Cili prind po pranon se të merr kupë shkollës kur është mësuar me ato vite. Pikërisht po du me u kthy te shembulli i shkollës Dobroshevcit, edhe me ndërlidh me ato që thash më herët. Nëse shkolla Dobroshevcit është shkollë e mirë, edhe nxënësat janë dëgjueshëm, rezultati është i madh. Bashkëpunimi në mes të mësimdhënësve, nxënësave dhe prindërve është i mirë. Është një histori e suksesi. Dhe që ata mësimdhënësa nuk besoj që kanë normën e plotë në Dobroshevc. Ata kanë mu bort edhe në Komoran, shembull të marr. Në shkollën e Komoranit, me dhamë mësim për me plotësu normën. Po që ata mësimdhënësat njëjtë, nuk pe kanë rezultatin e njëjtë në Komoran. Dhe pikërisht tu duhet me intervenu. Çka po ndikon? Çka po ndikon pse Valentina si pedagoge ka rezultat në Dobroshevc dhe nuk ka rezultat në Komoran. Cilët janë faktorët që po ndikojnë që fëmija e Dobroshevcit janë më të dëgjueshëm se sa fëmija e Komoranit, shembull për marr, shembull për marr. Edhe pastaj nxjerret një vlerësim real të cilin e bojnë profesionistë. Në bazë të diagnozës mandej merr dhe hapat konkret për ndryshim. Që une periudhën që ndina më me fat që kom punu në herë është Dobroshevci. Po mirë, shumë mësimet që kom marrë në atë vend, unë edhe kom punu, edhe kom mësu, po bashkëpunim, sikur në atë shkollë s'kom pa kërkon tjetër. Po jo vetëm mësimdhënësa në zveti, po janë bashkëpunu se janë shumë edhe prindrit. Shpeshherë gjithçka vjen prej prindërve. Prindrit varet edhe në qasja se çfarë ka mësimdhënësi, çfarë qasje ka menaxhmenti i shkollës. Prandaj analizat që po i propozon Rregja janë definitivisht diçka që duhet me u marrë parasysh prej institucioneve. Absolutisht, absolutisht. Edhe me vazhdu me qenë të interesuar për një me bon ndryshimin e cilin ndër shkollë. Absolutisht. Fatkeqësisht në për shkollat tona janë të prirur edhe menaxhmenti i shkollës për me i minimizu problemet mos me dalë sipërfaqe, si në rastet e fundit. Unë shumë menoj që edhe pse s'kisha dashur me besu që nëse kishte qenë dorën e menaxhmentit të shkollës, nuk kishin bë publike hiç këto pamje që na i kemi pa. E na këtu pikërisht këtu të minimizu problemet, na kemi ardhur në këtë gjendje. Ajo që ka mbani përshtypje me rastin e fundit, kem mbështetja që ju dha mësimdhënësit prej masës. U mundova me bën kështu një analizë të përgjithshme se viteve të fundit, fatkeqësisht po them, prej psikologëve veç më as ju ekspertat e shëndetit mendor, na ka rënë non-stop me dëgju, edhe ndoshta me imponim të drejtat e fëmijëve, emocionet, ndjenjat, vetbesimi, vetvlerësimi, traumat e fëmirisë, dhuna psikologjike në shkolla, ja ka thonë mësimdhënësi 2-3 fjale ka bo me unë di keq, ky është i ndihshëm, sa ka nejtë në shtëpi i strukun, do më thonë edhe këto përshkrim edhe prej nanave, diçka që menoj që
indirekt i kanë qunë hava fëmijët, i qunë pesh, prindrit mandej, prej frikës që mos po dërmohet emocionalisht, nuk ka me mri me qenë shumë i suksesshëm, nëse s'ka vetë besim nuk mri në kërkun, ata hajde fëmijët pa asnjë kufi, pa e ditë kur është ballë në një pikë caktuar. Edhe kur vjen në një mas që nëse ai e ka veten në qendër të jetës, atë normal që nuk i bën përshtypje as fjala mësimdhënësit. Nëse ai e din që në momentin kur i tregon prindit që mësimdhënësja ka thënë një fjalë caktuar, ai prindi ka më thonë nesërën e vije dhe e sheh mirë mësimdhënësi qysh tu ka drejtuar ty, atëherë ai veç i rritën flatrat edhe çka tani, do më thonë veç nisin problemet edhe vazhdojnë tutje dhe ti nuk e din se kur ka me përfundu që ajo ambicie fëmijëve. Më bani shumë përshtypje, këta humoristat, logjikonomia, e kishin bani një skeqe pikrisht këtë temën e vetëbesimit fëmijëve. Tha, ka gjujt një saksi, tha, prej katit 5. Ka ullën du dikush, po s'ka rëndësi, tha, me rëndësi mos mi u thy vetëbesimi fëmijës. Dhe më thonë, derin që të gjendje kemi mri na, ty pas në qendër të vëmendje se nëse ti nuk e forcon fëmin, ajo është viktime bullizimit në shkollë. Tani folë për bullizmin e për bullizmin, edhe tash kemi fëmi që ai është në atë kuptimin popullor ka padahi, që asë mësimdhënësi nuk ka drejt një abon i vrejtje. Rrinë me për mi bankat shkollës, kam kolege, për mëndoj shoqet studimeve, që të regoj që nxënësi i klasës 7, kamën për mi bit bank, edhe nuk i që kam i bank. Unë e dyshe, falë, Valdi. A menoni që do të më u këthy vizorja, kushtimisht po? Jo, unë jam kundërdhune, sinqerisht, sepse unë menoj që ka elemente, ka mundësi të rikuperimit. Ka zgjedhje mjaftueshme. Ka zgjedhje mjaftueshme, veç duhet me qenë ma bashkëpunues edhe ma kooperues me zveti, tu fillu prej familjes, prej komunitetit, prej shkollës, prej institucioneve, edhe menoj që duhet me u kthy pjesa e ndëshkimit fizik të fëmijëve, për menimin tam është që i takon të kalume se dhune s'kisha dosh me praktiku asnjëherë. Mone zgjidhja këtu në komentant kur të dalim fojnë t'ja hedh dikujt tjetër. Ajo që deshta me thonë. Si shkolla, si prindrit, si nxënësi. Ajo që deshta me thonë. Secili me dalë të vetja. Ajo që deshta me thonë që unë dyshoj, mbos praktikave të mahershme, dyshoj që 80% e këtyre fëmijëve, të cilët kanë sjellje dhune, janë të padëgjueshëm, janë të paedukum, janë rrit mbrana ambientit familjar me dhunë familje. Dhe ata janë bojë imun ndaj sjelljeve të dhunshme. Dhe ata nuk munden me jetu pa dhunë. Ajo ju bëhet normalitet. Do me thonë, kthehet në rutinë ditore të jetës tyne edhe që ashtu ndjehet mirë, që ashtu plotësohet. Prandaj, unë them që familja është bazamenti i edukimit, i zhvillimit të fëmijës, sepse fëmija duhet mu zhvillu, duhet me eduku, duhet me kriju personalitetin. Dhe një fëmijë 5-6 vjeç, 7-8 vjet, i cili rritet mbrana ambientit dhunshëm. Potencialisht ai mundet me qenë i dhunshëm kur bëhet dikush, do të thonë kur fillon me u rrit, me u zhvillu edhe normalisht. Po çka po du me nxjerrë edhe diçka tjetër. Për shembull, neve në 3 vitet e fundit na ka rënë edhe mosha mesatare përdoruese substancave psikoaktive ose drogave. Do me thonë ka qenë 16, ka rënë 14 ose ka qenë 18, ka rënë 16. Kështu diçka është. Dhe kam lexuar para një vit e gjysmë ose 2 kam lexuar një raport të drejtorit të psikiatrisë, ku thotë që është rrit dukshëm numri i përdoruesve të substancave narkotike dhe dominon mosha 12 vjeçare. E kjo është shqetësuese. Domethënë sepse adrenalina aty në zhvillohet. Dhe ata çat adrenalin që e marrin, çat forcë, do të më shpenzu dikën. Do të këto na kemi çalu, nuk po mundemi mi kontrollu. Sikur jemi rrethu nga probleme të ndryshme, nga probleme shumë të mëdha. Edhe sikur i kemi dhënë më shumë rëndësi fuqisë ekonomike familjare se sa edukimit të brezave ose fëmijëve tonë.
s'është me rëndësi a rrin fëmija 7-8 vjetë vetë në shtëpi për 6 shtator. Me rëndësi është mi pas 60 euro patikat. Me rëndësi është me punu të 2 prindë dhe mi pas patikat 60 euro. Që është kriju mendësia. Dhe me thonë, unë e di që janë tyrat, janë të nevojshme për secilin familje, po kur ti e shet që e ardhmja jote është të deviju, të vun pikpyetje, të shkatërru, edhe nuk e kin kontrol. Është ma mirë me u tërhjek njoni, për shembull, prind, edhe me u marr me fëmijët ose të pakten qatë kohë që e kanë, mi javë kushtu fëmijëve. Qoftë ajo 2 orë, qoftë 3 orë, po mi javë kushtu fëmijëve. Për ndryshe na këto e kemi dështu edhe menoj që kjo ka fillu me u rrit prej kohës pandemisë. Në kohën e pandemisë u rrit dhuna në familje shumë. Që i bjen? Nuk ka qifteve me nejtë Po, tash arsyet janë prej na. Në po kërkujna me nejtë bashkë, ashtë dhe kur po bjen bashkë me nejtë, po bëhen incidente. Po, pikrisht, tash kjo na që po kërkujna me nejtë bashkë, na nuk po kërkujme na bashkë më rej. Asniher, ju, asniher. Na po kërkujme nejtë bashkë me mungu kuptu, me diskutu, me bashkë bisedu, me i kajtë halët edhe problemet. Edhe tash, nëse e merë edhe e shek këto që apë thëmon. Për shembull, pandemia konë para 6 vjetë. Fëmija i cili pa dosh me apostrofu ka qenë i përfshim në rastin e fundit, orientimisht para 6 vjetë i ka pas 10 vjetë. Dhe me thonë, qaty. Kështu që unë po them që shumica e këtyne familjeve i kanë rritë fëmijën e vetë në ndikimin e dhunës familjore, në prezencën e dhunës familje. Dhe ata janë ekstremizu këtë shumë. Ajo është shumë e vërtet. Zakonisht fëmijët që shfaqin dhunë, ata i bjen që pas tyne fshihet një dhunë, ose po jetojnë, ose kanë përjetu dhunë, ose kanë pa dhunë. Qoftë në familje, qoftë në rrethin ku jetojnë. Zakonisht dhuna që ata shfaqin është sikur një lloj simptomologjie që janë duke tregu. Ajo është shumë e vërtet. Po megjithatë, na mësimdhënësve tonë do të më ofru sigurinë shkolla. Sepse me ardhë... Jo veç mësimdhënësve edhe nxënësve. Aja nuk ka diskutim. Apo koptan, në tanësi. T'jemi të qartë për diçka. T'jemi të qartë. Na për mësimdhënës, për nxënësa vazhdimisht, por kërkojmë drejta e përgjithësi e siguri. Po ku i kemi lënë mësimdhënësat? Jo, po na nuk po kërkojmë përgjithësi. A ditë qa është të ndodhë tani? Sikur se deri tani kemi kërku drejtat grave, e kemi tepru me këtë drejt, e kemi lënë burrat keq, e njëjta ka ardhur, po kërkojmë drejtat nxënësave pa fond, e kemi lënë mësimdhënësat keq. Po mirë, na e dim që fëmija janë ardhmja e kombit e shtetit e gjithçka janë ardhmja jonë. Po ku do na lëmë mësuesat e këtyre fëmijëve? Veç prap konsideroj që te rasti, duke qenë se veç ka qenë ma relativ e nesëm diskutimin, unë konsideroj se pjesën ose përgjithësinë më të madhe e ka menaxhmenti i shkollës. Qysh ka mundësi me qenë një rjet i skenarve brenda objektit të shkollor, për cilën ti je i zoti shtëpisë, me mri deri në gjendje. Para prakisht e përmendi që edhe psikologu i shkollës, që do më thonë në dosjen e nxënësit është kjo mirë, çka ke bë ti si shkollë, që me ndryshu që ato pikat të ati nxënësi. Sepse një nxënës që mrin në regjë, me e projektu ose me e bon një skenar të atil, a i duhet me qenë shumë i zoti. A i duhet me qenë shumë inteligent edhe që e përdorim në popullin një fjallë shumë klikerash. Tash imagjinone aftësit e ti me i këthy për marë. Mi pas tonë ati nxënësi dikush me kap me thonë qëre, ti ki me bon skenarin e një dramës që ka me umbajt me 7 metë shkort. E keqja është që këta nxënës që kanë tendencë me qenë problematik, edhe nuk mësojnë, i largojnë edhe nuk i ofrojnë në asë një klub ose aktivitet të shkollës. Mësimdhënësat e gjinë komoditetin me punu me nxënësat të shkëlqyshëm, se këta po dojnë edhe me ata e kanë ma letë. Esenca është këta nxënësa problematik me i shty me bo diçka të mirë. Ose, jepja një sopat, po mendoj një lopat, një shati, nxjerrë me punu në bërë shkollës, sa i po shihet që ka shumë energji, edhe thuj qëre, ti ki me u shpërbly prej shkollës, nëse më rrinë me i bindë 10 nxënës, me vesh ka një
pet këtë gjelbërt edhe me ndryshu, me bo revolucion në bërë shkollës. Këta nxënësa shpesh herë mjafton veç me i motivu edhe bujnë veprime që ti ki mu mallëngjy me atë që ka bërë. Edhe në fund jem prindit vetë ku guzon ti me shti fëmin të me punu. Jo, unë e konsideroj që me pas një qasje të duhur edhe me prindin, me i tregu që nëse fëmiu jëtë nuk përmison sjellje do të me përjashtu, hajde bashkarisht për e bojmë që në të mirë të fëmis nuk besoj që prindi mundet me refuzu. Kur nuk besoj. Veç qasja edhe me prindrit qasja është në herë qaq arrogante që me keqardhje po thëmë, sa të bojnë me dyshu në aftësitë tua njerëzore. Në më thojnë... Ideja është që për shembull dhe thash pak më herët, se cili mësimdhënës e ka me pa tjetër me mri plan programin e punës. Ja, e ka dhe presionin e kohës. E ka dhe presionin e kohës, sepse i ka 30 nxënësa, 40 nxënësa në orë, në mrena klasës, edhe një hipotetikisht po themi një nxënës i klasës 6 i ka 15 lëndë, 16 lëndë, edhe se cili... është me e fështirë të tjetra. Përveç që është me e fështirë, po se cili e ngarkon fëmin me programin e vetë. Që, sepse ato ja përcakton kurikula, edhe ajtë do të me mri plan programin e vetë punës. Dhe nëse unë si prind pranoj që fëmija jam për me shpenzu energji negative, duhet me dalë me bu punë për komunitetin, me mjell një pemë, me shkurtur do barin në shkollë, nuk pranën mësuesi matematike, se thotë jo, kënor tem s'gozë me mungu, se tani unë e qesnish. Unë konsideroj që për nxënësat të tillë edhe arsimtari matematikës do të veç me rehet ma. Jo, sepse pastaj si rehabilitim edhe për vetë fëmin. Sepse pastaj notimi nxënësve matet performanca mësimdhënësit. Me notimin e nxënësit. Na po flasim për nxënës që kanë predispozit për me bo problemet më Po në rregullën e po të kuptoj ty, po për shembull mësuesi në rast se nuk arrin me notu një dësh mi dhon meritor, pastaj mundet me ndiku në performancën e tij. Dhe nëse i mungon fëmija në klasë, ku po mbetet performanca e tij, nuk ka mujt me mri plan programin, nuk ka mujt me zhvillu aktivitetin. Tash nuk po flasim për me lanë ato të prashit të ditërisht. Po flas, po. Her pas here me angazhu me diçka të dobishme që... Po, në rregull është. Ashtu shtu i kim pe orëve, a disa mungesat i kanë, pa fond, që shi bani fëmi 300-400 mungesa. Po, në rregull është ato mungesa. Sa del edhe rrezikohet dikon pen cigare, pen duhan, ose bana i san tjetër, bilish mirë po, nëse kish funksionu që kjo është shumë ide e mirë. Nënën tjetër, pedagog në përshkolla, një pjesë. Bukur e madhe. Për jashtë Valentinë. Psikolog. Valentina është cilin. Një pjesë bukur e madhe. Psikolog. Për me relaksu pak ma biti. Me gjithë se sociolog në përshkoll, është marrë që mungojnë në përshkollat tona, në këtë gjendje që fare janë, me mungu sociologët. Unë shpesh herë thëmë, roli psikologut në shkollë është, nëse një nxënës nuk e qel gojën kur me full, rrini strukun në vazhdimsi, nuk ka interesim për mësim, shihet që është i thyer, në atë rast shkon psikologë, e merë për dorë edhe bëni muhabet me ta. Kur problemi nis prej 3-4 nxënësave, që secili është më i gjallë se tjetri, atëherë është punë e psikologut, po më e sociologut edhe e pedagogut. Do të me qenë këtë trekëndsh psikolog, sociolog, pedagog, të gjithë bashkë për me i bon që të ndryshime në përshkolla tona. E fatkeqësisht në përshkolla një pjesë bukur e madhe e psikologëve, nuk po thëmë që janë kukla, se tani më gjykojnë edhe më ofendojnë, po një psikolog që nuk më rinë me e ndryshu sjelljen të një 12 vjeqar, 13 vjeqar, 14 vjeqar, të e pas ka 6 orë ose 5 orë për çdo ditë në shkollë, unë menoj që nuk është psikolog meritor. Problemi... Do shmja gjetë brefien që ajo është puna jote. Unë e menoj që angazhimi, më falë Valentina, po të me thonë të që. Unë e menoj që angazhimi psikologëve të na edhe nëse i referuemi edhe mësusëm pështetës për fëmijët me aftësitë kufizuar që janë brenda sistemit edukativ arsimor është keq kuptuar. Edhe është keq përdorur. Sepse, për shembull, nëse një psikolog është angazhuar për çështje të problematikave të nxënësave, ai nuk guxon me bëti tjetër punë. Nuk guxon ti me zavencu, me thonë po mungon një arsimtar. Po mungon gonja, çoje tash Valentinën, edhe pse është psikolog, ai se s'ka kur gjykele të shkojnë të zavencan. Sepse jo që s'mundet Valentina me zavencu, po e hup
autoritetin e psikologut para nxënësit. Që kjo nuk motet. E që kjo të na është një farloj defekti profesional, të cilin na dhe profesionist im të i mytë. Sepse nuk mundet psikologu me shku me zavendësuarën e gjeografisë. As matematikës. Po hajtë veç shkoni që aty, mos bojnë zhurëm, edhe qka shkon aty, i rren me ta, mos bojnë zhurëm edhe... Nuk din me zgjedh detyrën në fund, po nuk ka lidhja din as din, sa e nuk hin detyrë, po ideja është që mas qësoj jure, Valentina mund nuk ka mu posë si psikologe. Ka mu posë si kur një rezerve arte krejt mësusave që mungojnë mëna në shkollës. Digjam, edhe mu shpesh më ka drejtu kjo shko zëvendësaj se më nga ndikosh. One po qënë fillim kom thonë, one nuk e zëvendësaj kërkon. Sepse nuk du, edhe sinqer kështu kom thonë tekstualisht, nuk du me hupa autoritetin tem që kom para nxancave. Po kur ka mungu një arsimtar, për mos me la keqat klasë, mos me la më rrezikus ato ka ndodhë sinqerisht roha, nëse fjallosën, nëse mësë me reziku që atë lasë, unë e normal që kom shku. Po asë njëherë se kom majtë orën e kërkujt. Unë si pedagoge, kom folë, kom diskutu me ta, kom qërë me gjetë në i telashe që kanë, me zidhë bashkaresht, unë e kom ushtru detyrën tem. Asë njëherë se kom shku në orën e matematikës, po se kom bajtë matematikë. Kom shku në orën e geografisë, nuk kom bajtë geografi. Unë e kom ushtru rolin tem sikur pedagoge. Kështu që për mos me lanë nxansat vetëm, sigurisht që kom shku, po asë njerë se kom zëvendësu asë një arsimtar me profesionin e ti që ka pas, ose landën që ka pas. Nuk ja ke zëvendësu punën, ama venin po. Venin po kjo është për shkak nxansave, edhe me gjithë se une aja është të rëndësishme e pas diskutime me nxansat. Jemi në fund, rejtë që përfundim, a konsideron që duhet me i hi kurrikulis edhe njëherë dikush me pa që kanë bërë shumë gabime? Po tash që na nuk se në herë ndoket që baza e problemeve nisin që aty. Se kur ngarkohet mësimdhënësi me shumë administrat, edhe kur duhet detyrimisht me imri që ato objektiva, me pa tjetër, se ka me i dorëzu letrat, atëherë a i ngulfatet edhe nuk mundet me bo as punën që shdonaj, po si pas shablonit që ju ka ofru. Edhe këtu zbehet tani ai roli edukativ se nuk ka ku mjaftueshëm për me ju adaptu që ati plan programi. Tash mendimet e njerëzve janë të ndryshme. Do me thonë, dikush që mundet me nangu neve, thot, çka din këta me volë për kurikulen. Në anën tjetër na për praktikës përshojmë që s'po funksionon. Për shembull, në klasën e 6 ose të 7, fëmijët kanë lëndë edukatë qytetare, shoqëria dhe mjedisi, njeriu dhe natyra, e tjera. Do me thonë një lëndë të cilat në thelb mund është me gjetë elementet përbashkëta. Me bo një lëndë caktuar. Edhe me bo një lëndë caktuar. Shembull me marë. Përveç kësaj, tani ka dhe lëndë zgjedhore. Që përveç lëndëve të rregullta ka dhe lëndë zgjedhore. Në rregull është edhe lënda zgjedhore. Po. Unë menoj, personalisht menoj që kurikula duhet një rishqyrtim emergjent. Përveç kësaj, shkollat duhet me fillu me mendu me shkarku çantën e fëmijëve. Përveç kësaj, mësimdhënësit duhet me fillu me menu që nuk ka nevojë me ngarku fëmijët që ka shumë me detyra. Sepse po e ngarkon psikologjinë. Imagjinoje, mbrana javës, një fëmijë në klasë 6 i ka 16 lëndë. Dhe në shtator të vitit 2025, në maj të vitit 2025, qaj fëmijë e ka pas një mësuse, ose një mësus. Në shtator ju kanë bo 15. Veç adaptimi social i ti, transformimi social i ti mërku. E që se mërë parasysh që se mërë kërkush parasysh. Tash kur ti gjuhen 16 lëndë ati, është ka gja problem. Unë menoj që këtë duhet me shku pak ma shumë në do të me hi fillit dikush. Në formë pak ma graduale. Për shembull që e kena pas kur jam kanun e nxënësit shkollës fillore, në klasë 5 kena pas fizik, tek klasë 6 ose 7 kemi fillu me kimin. Na nuk e kemi pas edhe kimi edhe fizik njëjtin vetë. Besë në 5, se në 5 një nakon me Jo, mësuse. se na i nakon me të 5, kështu i nakon sistemi vjetër. Në klasën e 4, në 5 na dal me edhe në klasë 5 na kena pas. Në klasë 6 më duket kemi fillu me fizik, klasë 7 kemi fillu me kimi. Dhe me thosë kemi fillu njëjtin vetë me 2 lëndë. Edhe menoj që mënyrë graduale është pak ma e logjikshme. Unë mund të kem shumë gabim, por praktika po e dëshmon që fëmijët janë të stërngarkuar. Shto kësaj, kur sot fëmijët e kanë problem me shkru me dorë,
problem me lexu libër, sepse telefoni po ja zaventson të dyja. E kuptoni, domethënë sa është e rëndësishme me bëu një transformim se çështo unë dyshoj shumë se çështo kemi me mujt me mri rezultat. Gjithashtu. Po Laki diçka më shtu? Për fond, mendoj që mbrojtja e mësuesit, e mësimdhënësit nuk është vetëm privilegj, po është mbrojtje e të ardhmes tonë, sepse mendoj që një shkollë pa siguri është si një ndërtesë pa themel, edhe na do të me kushtu rëndësi të shumta të kësaj, sepse sinqerisht ka dalë kjo video do bë virale, e kemi pa e pe diskutojmë, po ka pa fond x raste që ka incidente, e ka fjalosje, e ka fyrje, ofendime ndaj mësimdhënësave e nuk dalin kërkon. Në këtë rast është filmuar diçka, dikush e mbron mësuesin, dikush e mbron nxënësin, këto e kemi pa dhe secili ka më drejtë e menimit vet, po sidoqoftë ka plot raste që thjesht na nuk i shohim, po shumica për neve e dim se ballafaqohemi me to, edhe që nuk i shohim masa. Është shumë e rëndësishme më kthy vëmendja ka shkollat që më u mbështet mësuesi dhe autoriteti i tina. Sepse nëse s'ka autoritet në mësues, një mësimdhënës kur do qoftë ai, ato nuk ka as disiplinë, kur s'ka disiplinë nuk ka mësim, kur s'ka mësim për çka shkojnë në shkollat tona, s'ka rezultat sigurisht. Unë ju falenderoj shumë, edhe po shpresoj që kemi mërri me përcjell diçka të dobishme edhe inshallah na dëgjohet fjala re si dihet se për kurrikulën s'po them çdo emision veç na edhe nëse s'ja kemi qelluar për mirë jemi mundu. Qëllimin e kemi pas të mirë. Mjetin e kemi pas të mirë. Atëherë të dashur shikues, falenderoj edhe juve që ndat kohën me qenë bashkë me neve. Unë po shpresoj shumë që në këtë shoqëri nëse arrim që mësimdhënësin me pasi përques të dijes, e nxënësit mi pa si pishtar të ardhmës, veç atëherë kemi me mri me bën ndryshimin. Mirëmbëjtje.